që palët të ndalojnë luftimet aty ku ato ndodhen për momentin. Edhe kjo marrëveshje është e pamundur për të arritur për momentin, jo për arsye të palës perëndimore dhe ukrainase, por për arsye të palës ruse dhe konkretisht të presidentit rus Vladimir Putin, i cili për momentin nuk është i interesuar të arrijë këtë marrëveshje, pasi mendon që ka iniciativën e terren. Se sa është e vërtet kjo që ai ka iniciativën e terren apo jo, kjo është një çështje tjetër që duhet diskutuar, pasi ka zhvillime në terren ku njëra palë edhe tjetra palë pretendojnë që kanë arritje taktike në terren të cilët nuk ndikojnë në nivele strategjike, pra të detyrojnë ato qoftë palën ukrainase dhe vendet perëndimore të cilët mbështesin, apo dhe Rusin të ulen në një tavolinë dhe së paku të arrijë një marrëveshje për ampushim. Edhe kjo është shumë e largët, megjithatë flitet që dhe është diskutuar dhe të shkuarën që lufta mbaron në tavolinë pra me një marrëveshje diplomatike, por se kur do të arrihet kjo është shumë e vështirë për të përgjigjer tani. E kuptoj, por tashmë duket se ka disa ndryshime zhvillimesh. Pra kemi Rusin që akuzon Shtetet e Bashkuara se po i ndajnë informacione të klasifikuara për vende strategjike ruse që po godet Ukraina. Kemi kërkesën për Tomahawk dhe një përgjigje më shumë po se jo nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra duket se tashmë edhe furnizimi me armë që po bëhet përmes NATO-s, siç thotë Shtetet e Bashkuara, pra e ka vendosur Amerikën tashmë thuajse në të njëjtën linjë siç ishte edhe presidenti i mëparshëm, pra që ke furnizimi me armë, që tek fakti që Rusia duhet të tërhiqet në kufijt e njohur të Ukrainës, jo aty siç u tha më përpara për të ngrirë konfliktin aty ku janë trupat në këtë moment. Po, është vërtet, ka një pozicionim më të konsoliduar të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krah të vendeve të tjera aleate perëndimore dhe të Ukrainës. Po, presidenti Trump ka thënë që ne kemi një numër të madh të raketave Tomahawk dhe kjo do të shikohet nesër gjatë takimit që presidenti Trump do të ketë me presidentin Zelensky. Ka shumë gjasa kjo të ndodh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vënë në dispozicion të Ukrainës sistemet raketore Tomahawk dhe kjo mund të bëhet drejt për së drejti apo me sistemet të tjera të NATO-s, apo dhe me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian. Pra, ka disa mënyra. E rëndësishme është që të arrihet një marrëveshje politike. Nëse kjo marrëveshje politike do të arrihet, atëherë këto armë, pra kanë fjalën për Tomahawk, do të kenë një ndikim të madh në veprimet luftarake. Pra mund të jenë ata që të ndryshojnë rregullat e lojës, ose siç njihet në gjuhën angleze game change. Por ne duhet të presim sepse janë gjithmonë vendimet politike. Politika është ajo që vendos. Ushtarakët janë ata që binde politikës. Sipas Clausewiczit, ushtarakët dhe ushtria janë një instrument që përdoren nga politika në interes të arritjes së objektiveve strategjike. Por unë do të them që një gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga fillimi unë nuk kam besuar ndonjëherë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump do të ndiqnin një rrugë tjetër dhe do të ndaheshin nga vendet e tjera aleate. Ata do vazhdojnë dhe do të jenë pjesë e aleancës, pra pjesë e NATO-s, të cilat ata kanë krijuar këtu e 75 vjet më parë, edhe ta mbështesin atë dhe ta ndihmojnë jo vetëm Ukrainën në luftën kundër Rusisë, që është një luftë e padrejtë ndaj një vendi demokratik, por edhe në mbrojtjen e integritetit territorial të vendeve anëtare të NATO-s, e cila është përcaktuar në mënyrë të qartë në konceptin strategjik të NATO-s të miratuar në korrik të vitit 2022 nga kryetarët e shteteve në Madrid. Dhe kjo kërkesë, këtij koncepti do të zbatohet pik për pik. Dhe unë do të them një fakt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë tërheqje apo ndonjë ndryshim në terren të forcave të tyre, por kanë gjithmonë një vëmendje të shtuara në lidhje edhe me integritetin e vendeve të NATO-s, në koordinimin me vendet e NATO-s dhe Bashkimit Evropian se si do të mbështetet Ukraina dhe në zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes, të cilat kjo është një nga objektivat shumë të rëndësishëm që NATO duhet të vazhdojë ta zbatojë dhe të arrijë pasi ka në strukturat e saj boshllëqe që duhet të mbulohen sa më shpejt.